Thaçi ju bë presion Thaçit për këtë çështje, për shkëmbim territoresh dhe ahyri në këtë rrugë që ta bënte pa gjak, pa dhimbje. Pavarësisht se të dyja palët kishin presion të madh, sepse të dyja palët kanë nacionalistët, të cilët mendojnë në Serbi që edhe Lugina dhe deri në fushën e Mëllenjave, deri në Prishtinë janë tokat tona, kemi pasur perandorin e Rashkës dhe Zetës, kanë ato ëndrat e tyre të vjetra. Njëkohësisht dhe shqiptarët me drejt mendojnë që veriu i Kosovës është uzurpuar kryesisht gjatë 100 viteve, po dhe më përpara nga serbët se kanë qenë territore shqiptarëve, dihet dhe në Boletine, më tutje kanë qenë fshatra me shqiptarë. Dhe të dyja palët, nacionalistët të dyja palëve nuk pranonin shkëmbime territoresh, se theshin të dy anët na takojnë neve. Dhe megjithatë këta u përpoqën ta kapërcenin ylberin të dy dhe filluan ta negocionin këtë pikë. Kur erdhi Trumpi, i prishi rregullat e lojës që kishin funksionuar deri atëherë të elitës botërore, dhe Trumpi i thiri këta në Washington, në një kohë që Trumpi kishte hyrë në luftë me elitën globale dhe këta po përpiqeshin ta përmbysnin disa muaj para zgjedhjeve në shtator, në nëntor kishte zgjedhjet. Këta globalistët nuk ja falën Thaçit që pranoi të vinte në këta, i kanë bërë presion Thaçit nëpërmjet kanaleve të tyre që të mos e pranonte ftesën e Trumpit dhe mos shkonte në takim. Thaçi e drodhi, edhe Rama e drodhi. Dhe Rama mendovi që Trumpi do fitonte prapë zgjedhjet, sepse ajo lloj klime ekzistonte, shikonte fushatat që Biden i lëvizte me nga një autobus, po Rama nuk e dinte që këta do t'ja vidhnin zgjedhjet, elita globale e Trumpit, dhe mendovi që të ndiqnin politikën e Trumpit për mos shkëmbim territoresh dhe ruajtjen e këtyre territoreve kështu siç janë sot. Pra të mos diskutoheshe më shkëmbimi territoreve, të shtensionoheshe situata dhe Serbisë u bë presion që të njinte Kosovën kështu siç është. Edhe Vučići pranoi të vinte, megjithëse u bë presion me të njëjtën logjikë si Rama dhe Thaçi, duke menduar që Trumpi do fitonte edhe 4 vjet. Thanë mos e prishim, por po ta shikoni, Vučići ka vajtur si paratogës pushkatimit në takim me Trumpin. Trumpi e ka ulur si nxënës të klasës së parë atje përpara dhe i ka thënë që nuk do ketë më shkëmbime territoresh, nuk do ketë më nga këto, do ta njohësh Kosovën. Vajti dhe ky kryeministri i Shqipërisë, se s'po më kujtohet emri atëherë, i Kosovës, më fal, në takim vajti dhe ministri i jashtëm i Shqipërisë e dërgovi Rama si pjesëmarrës në takim, si vëzhgues. Pra dhe Rama u tregua bestyer me Sorosin dhe me elitën globale, do më thënë doli nga skema e shkëmbimit territoreve në këtë kohë. Këta tashi Vučići nuk kishin si ta kërcënonin që ta ndalonin për të vajtur atje. Kurse Thaçit i kishin një dosje. Edhe direkt i hapën proces sepse gjykatën e Hagës e kontrollonin globalistët, nuk e kontrollonte Trumpi. Dhe i hapën proces në atë dhe i thanë që ti s'ket drejt je i akuzuar për krime lufte dhe nuk e drejt më të përfaqësosh Kosovën si president. Dhe Thaçi nuk mori pjesë në... Dhe kjo është arsyeja pse Thaçi sot është në bangon e të akuzuarve nga elita globale, se ata e quajnë të pabesë. Po kështu quajnë dhe Vučićin dhe Ramën ata. Kupton, pavarësisht se sot ju duhen si lojtar, se nuk kanë tjerë më të mirë. Dhe pas largimit të Trumpit u rihap prap loja për shkëmbimin e territoreve, po duke parë që popullsitë përkatëse në Serbi, pjesa nacionaliste, ekstremet nacionaliste, nuk e duan këtë variant, dhe e quajnë absurd, sepse thonë janë tokat tona, nuk ka pse të lëshojmë, thonë serbët, Luginën në shkëmbim të veriut të Mitrovicës. Tash për veriun e Mitrovicës janë disa skenare. Cilat janë ato? Një është që Ujmanin e di në Kosovë, se kanë dalë tash, këto Ujmanin ta qeverisin 100 vjet britanikët dhe do jetë pronë e Kosovës. Ajo veç... Po, do ketë eksterritorialitet quhet kjo, do më thënë që do jetë jashtë territorit të Kosovës, në qoftë se shkëmbehen territoret i arrin në këta globalistët, por do jetë pasuri e Kosovës, pra do menaxhohet nga britanikët si garanci për Kosovën. Tash janë disa skenar. Një skenar është që
Mitrovica e Veriut të kaloj me 4 komunat në shkëmbim dhe të jepet dhe Bujanovci, në qofë se meret Veriu i Mitrovicës. Në qofë se Veriu i Mitrovicës qëndron me Kosovën dhe me Shqipërinë etnike, atëre Bujanovci nuk jepet. Bie deri në kufi me Bujanovcin dhe nuk jepet. Shqiptarët fitojnë atë magistralen aty që lidhet me Shkupin, do me thënë nëpërmjet Kosovës, dilet në Luginë dhe nga Lugina mund shkohet në Shkupe në Selanik, se është një autostradë e mirë atje. Dhe i ndërpritet lidhja midis dy vendeve aleate ortodokse, lidhja infrastrukturore e fuqishme me autostradën midis serbëve dhe grekëve nëpërmjet Shkupit dhe Maqedonisë, dhe e dyta aty këta kanë një ëndër që të bashkojnë Vardarin nëpërmjet një kanali ujor me Beogradin. Ka qenë një projekt $20 miliard ku kishte premtuar dhe Kina që do jepte kontribut dhe Rusia. Dhe këta të dilnin nëpërmjet këtij kanalit me anije të dilnin në Selanik, ku derdhet Vardari, dhe ta bashkonin me Danubin nëpërmjet një kanali, $20 miliard. Mirë po dhe kjo ëndër ju pritet serbëve për të dalë në det, sepse gjithmonë perëndimi është interesuar që slavët mos i lënë asnjëherë të dalin në ujëra të ngrohta, që këta kanë ëndër ata. Dhe njëkohësisht në zonën e Medveq Bujanovcit ka një pasuri të madhe bakri, nuk e di sa llogaritet, është një sasi shumë e madhe bakri. Këta gjeologët e dinë më mirë, unë i kam lexuar ato dana, po tash si mbaj më të mirë dhe nuk dua të jap shifra, me tonelata për mineralet ose të përkthyera në valutë, nuk dua të flas se s'jam updetuar për këtë çështje dhe kam frikë mos bëj ndonjë gabim. Në rregull. E fundit për çështjen e Veriut dhe më pas dy pyetjet e fundit i kam për diçka tjetër, ato çka kemi pa në rrjetet e tua sociale. Pjesëtar i listës serbe. Në fakt e ka marrë përsipër aktin terrorist që e ka bën Veri, ka kriju kanale për me besoj që me bashkëpunimin e të tjerëve ka shku në Serbi. Bashkëpunimin e kujt? Mendoj që ndërkombëtarët e kanë leju për shkak që ajo zona është e monitoruar. 5 kilometër e shtruar, zonë e monitoruar, drona të cilat janë teknologjisë së fundit. Sa herë kërkon të bëj një akt me një person të rëndësishëm, me Bin Ladenin ose me kështu, i shpall një non grata, i shpall armiqtë të Amerikës, dhe pasaj ata futen në lojë dhe që të krijohet ideja që s'ka gisht Amerika në këtë drejtësia. Mirë, ka qenë në grata dhe kjo dhe ky person i kërkuar në fakt. Por ka jetu lirshëm në veriun e Kosovës, edhe s'do ta gjej asnjë gjë. Deri momentin që e mori edhe aktin terrorist. Ideja është ka qenë edhe ndoshta interesi i Serbisë që këtë mos shpëtoi gjallë, sepse e mori, arrestoi, e mbajti pak, nuk e ekstradoi në Kosovë, po e mban për vete. Në Kosovë dhe në Serbi bëjnë çfarë ju thonë në vesh këta njerëzit kryesor të shërbimeve sekrete të CIA-s. Asnjëri nuk guxon të bëjë gjëra që janë në kundërshtim me dëshirat e atyre. Qofse në policinë, këta çfarë është ai deep state? Dhe në Kosovë, dhe në Shqipëri, dhe në Serbi ka deep state, që do të thotë do të ketë një rol kë? Ndërkombëtarët kanë infiltruar në vendet, në pozita kyç, në polici, në Ministrinë e Mbrojtjes, në gjykata, kanë infiltruar në vendet të rëndësishme njerëzit e tyre. Dhe çdo të thotë deep state? Deep state do të thotë që pakica globale vendos mbi shumicat e popujve. Në qoftë se populli i Kosovës, fjala vjen, voton një politikan Albinin 60% ose 70%, Deep State e thret të nesërmen, i thot, pse e ke vënë këtë firmë atje në gjykat, i thonë, këtë firmë në kundërshtim me ligjin për një firmë që mund të ketë vënë ai për diçka dhe e marrin e fusin në burg. Pra, Deep State ata 2-3 veta ose që qeverisin drejtësinë në Kosovë janë mbi gjithë popullin tjetër. Pra, Deep State i pakica, ata kontrollohen nga pakica globale dhe pakica e vogël të sistemit juridik kontrollon politikën. Pra pakica globale kontrollon gjithë vendimet e popullit.